Këngëtarja me famë botërore Shakira ka fituar një betejë të rëndësishme ligjore në Spanjë, pasi gjykata e lartë e vendit e shpalli të pafajshme për akuzat e mashtrimit fiskal. Sipas një dokumenti gjyqësor të cituar nga agjencia Reuters, gjykata rrëzoi gjobën prej rreth 55 milion eurosh të vendosur në vitin 2021 nga autoritetet tatimore spanjolle. Gjykata vendosi gjithashtu që thesari spanjoll duhet i kthejë këngëtares më shumë se 69 milion dollar, përfshirë interesat, pas ankesës së bërë nga mbrojtja e saj ligjore. Sipas vendimit, autoritetet nuk arritën të provojnë se Shakira kishte kaluar mjaftueshëm kohë në Spanjë në vitin 2011 për të konsideruar rezidente tatimore. Avokatët e këngëtares e cilësuan vendimin si një fitore përfundimtare, duke mbyllur një nga çështjet më të bujshme ligjore që ka përfshirë artisten vitet e fundit. Autoritetet tatimore spanjolle kishin argumentuar më herët se Shakira kishte lidhje të forta me Spanjën për shkak të marrëdhënies së saj me ish futbollistin e Barcelonës, Gerard Piqué, dhe aktivitetit e saj kryesor në vend. Megjithatë, çështja mbetet pjesërisht e hapur, pasi vendimi mund të apelohet në Gjykatën Supreme dhe nuk përfshin vitet e tjera fiskale pas vitit 2011. Në vitin 2023, Shakira kishte arritur një marrëveshje tjetër me prokurorinë për të shmangur gjyqin lidhur me akuzat e tjera për evazion fiskal në periudhën 2012-2014.